Përsëri, kjo nuk është Shqipëria madhështore, po pak të hap, nuk ka një hap të dytë drejt saj. E dyta është Made in Albania. Made in Albania është prodhimi i Shqipërisë. Krenaria jonë kombëtare do të jetë prodhimi i Shkodrës, prodhimi i Puks, prodhimi i Malësisë Madhe, prodhimi i Vallëvdes, prodhimi në Shkodrës, i Pushatit, prodhimi në varë Shqipërisë. Po, nuk ka njerëz në Durart, nuk ka njerëz me një ndritur se në këtë qytet. Prodhimet e tij në qoftë se nxiten, në qoftë se ndihmohen, janë të denja për çdo treg. Unë garantoj biznesmen shkodran dhe mbar shqiptar, investitor shkodran dhe mbar shqiptar, se taksat më t'ulta në Europë do të vendosen vitin e parë të qeverisës sonë. Se energjin do t'a blini 3 herë më lirë. Se energjin do t'a keni me çmimin më t'ulët në Europë. Jemi në vitin e diasporës, e meriton diaspora. E meriton, por nuk kemi një fjalë elektorale këtë, jo, e kemi një fjalë të vërtetë, e kemi një fjalë zemre. Dhe unë nuk garantoj ju se do bëjmë gjithçka që ata mira shkodran që kanë ndërtuar suksesin e tyre në Itali, në Greqi, në Amerikë dhe kudo, të rikthehen, ndërtojnë ëndrrën shkodrane, ëndrrën më të bukur të jetës tyre. 5 vite, asnjë taks, lehtësira tjera për rikthim në tyre. Made in Albania është krenaria jonë. Shqipëria, Shkodra, në çdo skajnë, në çdo cep, në çdo qoshet saj prodhon dhe do prodhoj. Imagjinoni për një moment fuqinë bujqësohet në Shkodrës, të Pushatit, Vallëvdes. I garantoj fermerët, Malësisë Madhe, Puks e tjerë, i garantoj se do kenë subvencione për çdo njësi prodhimi, për çdo fidan që do mbjellin, për çdo kong bankti. I garantoj se projektet e mëpashme të arrorëve, tullive, do vazhdojnë të mbështeten me fuqinë më të madhe. Miqtë e mi, Shqipëria pa prodhim shkon drejt një shkretire, po dhe shkretirat i vizitoj njerëzit. Prodhimi po bie çdo vit. Narko euro po shkatron eksportet. Është bërë një para toksike. Çdo muaj eksporti bie, bie eksporti, bie punësimi, bie prodhimi. Do marrim çdo mas. Gjersa t'ja u presim me gërshërët e ligjit, rrëjt trafikantëve që mos guxojnë të fusin 1 euro në Shqipëri nga parat e krimit tyre, ne do bëjmë gjithçka. T'ja u kompensojmë eksportuesve, prodhuesve, të gjitha dëmët që u krijon kursi i shkëmbimit. Do mbrojmë prodhimin. Vendas, Made in Albania, do ta ngrejë Shqipërinë në këmbë, do ta bëj atë të vrapoj, do i bëj të mkëmbur qytetarët e saj.